Nëse hani mjaltë të çdo natë para gjumit, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Ka pak gjasa që një pjesë e mirë e juaja të ketë zakon që çdo natë përpara se të flejë, të konsumojë një lugë me mjaltë, por ka shumë shanse që ta ktheni rutinën pasi të mësoni çfarë ndodh me trupin tonë nëse konsumojmë mjaltë çdo mbrëmje. Sipas Eating Well, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të mjaltit. Do të keni një lëkurë më të pastër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjalti është i pasur me antioksidantë të cilët kanë efekte të mira që pastrojnë trupin nga toksinat e ndryshme. Si pasojë, vetët e mjaltit do të përmirësojnë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Mjalti do të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Nëse po mendoni se mjalti është një armik për peshën tuaj, e keni vërtet gabim. Sheqeri që gjendet tek mjalti duket se përmirëson trupin tuaj. Mjalti do të rrisë ndjeshëm imunitetin dhe do të përmirësojë metabolizmin, që është elementi i parë i rënies së shëndetshme nga pesha. Mjalti ndihmon gjithashtu edhe në uljen e yndyrnave të tepërta trupore. Mjalti nuk përmban kolesterol. Përbërësit dhe vitaminat e mjaltit kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Mjalti është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden me shumicë tek mjalti parandalojnë ngushtimin e arterieve. Mjafton të pini një gotë ujë shoqëruar me një lugë mjaltë çdo mbrëmje dhe shanset për probleme me zemrën ulen ndjeshëm. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj ditore do të përmirësojë kujtesën. Studime të tjera kanë provuar se mjalti ka aftësinë për të luftuar stresin dhe përpasoj, përmirëson ndjeshëm kujtesën tuaj. Kalciumi që gjendet te mjalti përthithet shpejt nga truri, i cili ka efekte të dobishme edhe në aktivitetet e tij. Mjalti do ju ndihmojë të bëni një gjumë më të mirë. Sheqeri që gjendet te mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak dhe më pas çliron serotoninën. Serotonina shndrohet në melatonin, hormon ky që ndihmon në rritjen e cilësisë suaj të gjumit. Mjalti do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e stomakut. Rekomandohet të paktën një lugë mjaltë të konsumohet edhe me një stomak bosh. Ky zakon i thjesht do të ndihmojë të reduktoni sa më shumë problemet e aparatit tuaj tretës. Përveç kësaj, mjalti në një stomak bosh ka fuqi të zhdukë edhe mikrobe dhe të përmirësojë më mirë organizmin tuaj. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët e cilësojnë mjaltin si një prej produkteve më të rëndësishme në mbështetjen e sistemit tretës dhe lehtësimin e problemeve të ndryshme. Mjalti është i mirë për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë të paktën çdo ditë nga një lugë mjaltë. Mjalti konsiderohet prej kohësh si një produkt natyral që mund të përdoret edhe në ushqim edhe në mjekësinë popullore. Sipas ekspertëve, konsumi moderuar i mjaltit çdo ditë mund të ndikojë pozitivisht në energjinë e trupit, në rritjen dhe mirëqenien e përgjithshme. Ndaj shtimi i tij në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mjalti mund të konsumohet sipas nevojës tuaj ditore. Specialistët thonë se çdo ushqim përpara se të konsumohet duhet të dini nëse jeni alergjik ose jo. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni mjaltë çdo ditë? Një lugë mjalti konsumuar në mëngjes e furnizon organizmin tuaj me glukozë dhe fruktozë natyrore. Kjo ndihmon gjithashtu edhe në ruajtjen e niveleve të sheqerit dhe gjithashtu në ruajtjen e energjisë për më gjatë ditës, duke ndihmuar menjëherë në kontrollet më të mira të sheqerit në trup, të cilat mund të shoqërohen me lodhje dhe uri të madhe dhe të shpejtë. Disa raportojnë se mjalti do të përmirësojë përqendrimin, do të rrisë energjinë dhe do të shkaktojë gjithashtu një rritje të niveleve të energjisë trupore. Mjalti përmban përbërës dhe substanca të cilat veprojnë si element ushqyes për organizmin dhe parandalojnë komplikacionet e tij. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe më pak komplikacione. Mjalti mund të ndihmojë edhe në qetësimin e dhimbjeve të fytit.
Një lugë mjaltë e konsumuar çdo ditë mund të shoqërohet si një produkt natyral në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Ekspertët cilësojnë mjaltin si një prej produkteve natyrale më të mira në ndihmën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit. Specialistët rekomandojnë të konsumoni të paktën mjaltin në format e tij natyrore dhe do të keni përfitime të duhura për shëndetin tuaj në tërësi. Me pak gjasa që një pjesë e mirë e juaja të konsumojë të paktën një lugë mjalte çdo ditë. Përpara se të konsumoni mjaltin, duhet të dini edhe përfitimet që ai jep në shëndetin tuaj dhe për te i tij. Mjalti do të ndihmojë të keni një lëkurë më të pastër, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Mjalti është një antioksidant perfekt që do të thotë se do ta pastrojë trupin nga toksinat tuaja të ndryshme. Si pasojë, vetitë e tij natyrale antibakteriale do të përmirësojnë gjendjen e lëkurës dhe do të parandalojnë krijimin e akneve. Mjalti ju ndihmon të humbisni më mirë peshën e tepër trupore. Nëse po mendoni se mjalti është armikur për peshën tuaj, e keni vërtet gabim. Sheqeri që gjendet tek mjalti është i rëndësishëm për trupin dhe për organizmin. Mjalti do të rrisë gjithashtu ndjeshëm imunitetin dhe do të përmirësojë edhe metabolizmin tuaj, që është një element i parë në rënien nga pesha. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në uljen e yndyrnave të tepërta trupore. Mjalti nuk përmban kolesterol, përbërësit dhe vitaminat e tij do të kontribuojnë në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu në një forcë më të mirë të zemrës. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden te mjalti parandalojnë gjithashtu ngushtimin e arterieve. Mjafton të pini një gotë ujë të shoqëruar me një lugë mjalte çdo mbrëmje dhe shanset për probleme me zemrën do të ulen në ndjeshëm. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë edhe kujtesën. Studime të tjera kanë provuar se mjalti ka aftësinë të luftojë stresin edhe për pasojë të përmirësojë shëndetin tuaj të kujtesës. Kalciumi që gjendet te mjalti përthithet më shpejt nga truri, i cili ka efekte të dobishme në aftësinë tuaj të kujtesës. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë në cilësinë e gjumit. Sheqeri që gjendet te mjalti do të rrisë nivelin e insulinës në gjak dhe më pas çliron serotoninën. Serotonina shndrohet në melatonin, hormon ky që ndihmojnë gjithashtu edhe në rritjen e cilësisë tuaj të gjumit. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një stomak edhe më të shëndetshëm. Rekomandohet të konsumoni të paktën një lugë mjalte çdo ditë, edhe me stomakun bosh. Ky zakon i thjesht do ju ndihmojë në reduktimin e shumë problemeve të aparatit tuaj tretës. Përveç kësaj, mjalti do të ndihmojë në reduktimin e shqetësimeve të stomakut dhe do të japë gjithashtu një mburojë më të mirë të shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që në dietën tuaj të konsumoni mjaltin cilësor dhe natyral, kështu përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të mira për shëndetin. Mjalti ndihmon në reduktimin e niveleve të stresit, gjithashtu edhe në zbutjen e problemeve të lodhjes. Glukoza që përmban mjalti është e nevojshme për punën e neuroneve, përthithet shpejt nga gjaku gjë që nxit relaksin dhe ndihmon gjithashtu të keni edhe më pak çrregullime psikologjike. Mjalti ka efekte të mira në sistemin e traktit tuaj tretës. Mjalti është një antiseptik natyral dhe parandalon edhe problemet e stomakut, mund të japë përfitime të duhura për shëndetin e aparatit tretës dhe të ndihmojë gjithashtu në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që mjaltin që keni në dietën tuaj ta keni sa më natyral dhe përfitimet e tij do të jenë gjithashtu edhe më të larmishme. Shumë njerëz konsumojnë mjaltin në vazhdimsi të dietës së tyre dhe është cilësuar si një nga produktet më fantastike rigjeneruese për shëndetin, edhe vetitë që ai jep organizmit e çndrojnë atë në një prej produkteve më të vlefshme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë provuar edhe shkencërisht dhe jo më kota i njihet si ari i lëngshëm. Sipas të dhënave, një lugë mjalte shtuar në dietën tuaj çdo ditë do të shndrohet në një prej produkteve më të vlefshme dhe më ndihmuese të organizmit në betejën kundër komplikacioneve të tij, citon Healthline.
Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.